Mbani rozmarinën në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do të vuani kurrë nga ky problem. Rozmarina ose Rosmarinus officialis duhet të jetë qelësi i gjatësisë. Të paktën është për banorët e një fshati të vogël bregdetar në Itali të Akrioli, shtëpia e mbi 300 mbi 100 vjeçarëve ose 20% e popullatës që po i afrohet moshës 110 vjeçare. Sekreti i gjatësisë të tyre mund të përfshihet në bollokun e rozmarinës që përdorin në gatimin e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Besoj në studimet amerikane dhe ato italiane të cilat morën leje për të ekzaminuar dhe monitoruar për të përcaktuar faktorët e jetëgjatësisë së tyre. Bari përdori gjërësisht në gatimet 100 vjeçare të italianëve të përmendur, të cilët kanë kaluar moshën 100 vjeçare pa shfaqur shenja të sëmundjeve kardiovaskulare ose probleme të kujtesës. Rozmarina ka veti tonike, gjithashtu antiseptike, thuhet në faqen e laboratorit farmakologjik të Departamentit të Mjekësisë së Shkollës së Shkencave Shëndetësore të Universitetit të Janinës. Tradicionalisht, rozmarina merret në forma të ndryshme, edhe për të lehtësuar problemet të zorëve, diarres, kolitit, fryrjeve, çrregullimeve të mëlçisë dhe verdhëzës. Gjithashtu është një stimulues e qarkullimit të gjakut, pasi rrit qarkullimin e gjakut në enët të gjakut, por edhe një shtresë efektive për problemet e zgavërës së gojës. Natyrisht, studimet tregojnë se rozmarina i bën shumë mirë shëndetit të kujtesës. Erza e rozmarinës përmirëson aftësinë e trurit për të kujtuar ngjarjet e kaluara dhe për të krijuar edhe kujtime të duhura për të ardhmen tonë, citon edhe studiuesit për Universitetin e Northumbria. Gjatë eksperimentit përkatës, ekspertët vunë re se rozmarina mund të rrisë performancën e trurit dhe mund të ndikojë në një sër aspektesh pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Vlerat dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë në të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri te organizmi. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirësimeve të memorjes. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç thamë që nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video do të tregojmë disa vlera të tjera të kësaj bime që mund ta përdorni për një sër përfitimesh të organizmit. Ajo ka ndikime pozitive në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkëri, do të thotë më pak oksigjen në trup, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore që mund të riskojnë edhe jetën tuaj. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim shumë i mirë i vitaminave. Ajo përmban vitaminën A dhe C, duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kaliumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke nxjerrë jashtë toksinat nga organizmi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu që nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini çaj, të bëni masazhe në krahëror me vajre esencial ose ta konsumoni sa më shpesh në ushqimet tuaja. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të japë rezultate pozitive edhe në shëndetin tuaj të syve. Duke ndikuar pozitivisht në këtë aspekt, do të mbajë larg komplikacionet dhe do të rrisë gjithashtu edhe përfitime të mjaft të rëndësishme të shëndetit tuaj të syve. Efektet e kësaj bime janë vërtet të larmishme. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Kjo sëmundje prek zakonisht mosha mbi të 50 dhe do beson shikimin në mënyrë graduale. Për të ulur riskun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet të konsumoni sa më shpesh këtë bimë në veçanti. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina mund të ndihmojë shumë në luftën kundër komplikacioneve dhe degenerimeve të syrit. Rozmarina është një bimë e cila mund të japë përfitime të mira edhe për sistemin tuaj tretës.
të mbajë larg komplikacionet dhe të evitojë edhe problemet. Duke qenë e pasur me nivele shumë të larta të antioksidantëve, gjithashtu edhe të vitaminave, kjo bimë do të ndikojë pozitivisht edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni ta shtoni disa fije rozmarinën secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar vlera të larmishme gjithashtu edhe kundër komplikacioneve. Rozmarina është një bimë fantastike që mund t'i japë përfitime të mira për shëndetin e trurit dhe të mbajë larg problemet që i kanosen atij. Ndërsa kjo bimë jep një përmirësim për memorien dhe përqendrimin e trurit, vlerat për shëndetin janë të pachmueshme, duke dhënë rezultate fantastike në kujtesën tuaj. Janë përdorur që në lashtësi receta natyrale për shëndetin e mirë të memories son, dhe shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse ajo konsumohet në mënyrë të rregullt. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë përfitime fantastike në luftën kundër problemeve të depresionit. Rozmarina do të ndihmojë gjithashtu edhe kundër sëmundjeve neurologjike, siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumfisht. Mjafton të konsumoni rregullisht, të përdorni në çajra ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe lehtësuese. Shtimi i bimës së rozmarinës mund të jetë një produkt fantastik në luftën kundër problemeve të depresionit. Ajo është e mirë edhe për largimin e ujit të tepërt nga trupi juaj, duke dhënë kështu rezultate të shumëpritura. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesës largohen zakonisht me rozmarinën dhe mund t'i japin gjithashtu përfitime të qëndrueshme në këtë aspekt. Sigurohuni ta konsumoni rozmarinën në formën e çajit ose në konsumin e ushqimeve të përditshme. Se në çdo rast, është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos nëse merrni medikamente të caktuara. Rozmarina është një bimë e sigurt për sa kohë përdoret me kujdes dhe pa e tepruar. Nëse e shtoni atë në gatimet tuaja, atëherë vlerat e saj do të jenë të shumëfishta dhe do të lehtësoni një sër komplikacionesh. Shtimi i rozmarinës në dietën tuaj do të lidhet me një performancë më të mirë të shëndetit tuaj mendor. Ullumtimet e hershme tregojnë se marrja e gjethet të rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të përmirësojnë aftësinë shpëtuese të trurit, duke mbajtur larg komplikacionet dhe duke rritur kështu edhe rezistencën e tij. Sidoqoftë në doza të larta mund të krijojë komplikacione për kujtesën. Kërkimet e tjera shkencore tregojnë se përdorimi i rozmarinës në formën e saj natyrale dhe brenda standardeve të rekomanduara do të rrisë performancën e trurit dhe do të mbajë larg komplikacionet e saj. Shtimi i rozmarinës në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë kundër rënies së flokut. Ullumtimet e hershme tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës ose vajrave të levandos në larjen e kokës përmirëson gjithashtu rritjen e flokut dhe parandalon edhe rënien e tyre. Ullumtimet e hershme tregojnë se përdorimet të tilla të rozmarinës do të luajë një rol mbrojtës për shëndetin tuaj të flokut dhe do të parandalojnë krijimin e komplikacioneve. Sigurohuni që këtë bimë ta keni pjesë të dietave tuaja, pasi është një ndihmë fantastike edhe kundër problemeve siç është artriti. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e produkteve bazë siç është për shembull rozmarina mund të jetë një zvogëlues i problemeve tuaja të artritit dhe të sjellë rezultate fantastike në këtë aspekt. Ndaj sigurohuni ta përdorni atë si duhet dhe ndikimet që do të merrni do të jenë të shumëfishta. Rozmarina është një bimë që mund t'japë përfitime edhe kundër problemeve të hipertensionit. Ullumtimet e hershme tregojnë se marrja adekuate e rozmarinës dhe vajit të saj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë lehtësuese situatave tuaja emergjente. Ndaj sigurohuni ta përdorni atë si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë një mburojë shumë e mirë për ju. Shtimi i rozmarinës në dietat tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje fantastike kundër djegjeve nga dielli. Ullumtimet e hershme sugjerojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarin nga ekstraktet e tjera mund të mbrojë gjithashtu lëkurën nga djegjet e diellit dhe të parandalojë gjithashtu edhe inflamimet e tyre. Përdoreni rozmarinën në të mirë të shëndetit dhe gjithmonë në konsultën e një eksperti për të marrë përfitimet fantastike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.